e posaçme ka kërkuar nga Kuvendi i Shqipërisë heqjen e imunitetit për zëvendës kryeministren Belinda Balloku. Për të folur mbi këtë hap të prokurorisë posaçme, kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Fation Softa, ekspert sigurie. Zoti Softa, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, kënaqësi. Zoti Softa, si gjykoni këtë hap të prokurorisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balloku? Ishte një hap i pritshëm mbas vendimit të gjykatës kushtetuese, ku ankimimi i qeverisë shqiptare, kryeministrit në veçanti, për të hequr dhe për të rrëzuar vendimin e gjykatës, e cila pezullonte ushtrimin e aktivitetit të saj si zëvendës kryeministre, sigurisht që gjykata kushtetuese në raport me të drejtën që kishte gjykata dhe me drejtën që kishte ekzekutivi, prevaloi kushtetuta, duke rrëzuar vendimin e gjykatës, duke e lënë të lirë të kthehet në marrëdhënien e saj të punës. Por për shkak të personit në tim, si e pandehur, ku mundësia për të ushtruar funksionin sipas strukturës posaçme mund të manipulojë provat, mund të intimidojë dëshmitarët, atëherë në këto kushte ishte e pritshme që masa e dytë që duhet kërkonte ishte heqja e imunitetit, duke kërkuar arrestimin e saj, që mundësia është, duke qenë femër, masa e sigurisë mund të jetë arrest shtëpie. Atëherë në këto kushte kemi një përplasje nëpërmjet kryeministrit dhe BKH-s, nëpërmjet atij komunikimi për mundësinë që trimoshat, sikur se thotë kryeministri, disa kohë më parë, shkuan me patllake në kryeministri, duke krijuar një lloj përplasje, me sa duket, midis tij dhe vetë BKH-s, për ose rasti komunikimit të sotëm që duket si një akmarrje e prokurorit ndaj mundësisë, ndaj faktit që gjykata kushtetuese rrëzoi vendimin e gjykatës për pezullimin e saj nga detyra. Por nuk është çështje e një kryeministri dhe një prokurori, por është çështje midis institucionit, kryesisht strukturës posaçme SPAK, e cila sipas saj ka prova të mjaftueshme që implikojnë kryeministrin e vendit të dyshuar për korrupsion. Dhe si e tillë, masa nga pezullimi vim tek kërkesa për heqjen e mandatit dhe marrja e autorizimit për të kryer veprime ndaj saj, siç është arresti në shtëpi, por më shumë se sa kjo, kontrolli i zyrës, i kompjuterave, i pajisjeve që e ka, si dhe kontrolli i banesës. Gjë të cilët sot për shkak të mandatit saj, është e pamundur sepse e mbron imuniteti parlamentar, që struktura e posaçme shkojë drejt praktikave që e ka, por kjo nuk do të thotë se çështja do të ndalet, dosja do të jetë po aty në vazhdim, mandati për të arrestuar apo jo vetëm do të ketë spostim në kohë, për aq kohë sa është ai mandat. Por çështja do të ndërlikohet dhe me siguri do të kemi akuza të reja, përsëri do të kemi, por megjithatë presim vendimin që do të ketë kryeministri i vendit, sapo është thënë që grupi komisioni i mandatave do të mblidhet shumë shpejt nga java që vjen, ku brenda javës, mos gaboj, ku pritet një shprehje dhe një votim brenda mandatit për t'ia çuar te parlamenti. Por kryeministri paralajmëroi që sido që të jetë vendimi dhe çfarë propozon komisioni i heqjes së mandateve, është parlamenti shqiptar që Partia Socialiste ka 93 vota, 70 votat e Partisë Social-Demokrate, që e kaloi numrin 84 vota. Pra ka 83 vota, numri bashkë me ata shkon 85 vota, apo 86 vota, të mjaftueshme për të marrë vendime qoftë edhe bllokposët. Zoti Softa, si e lexua të reagimin e zotit Rama dhe a ishte ky një reagim jo vetëm që në një, po themi, kur të shkojë në kuvend kërkesa mund ta rrëzojë si kërkesë, por edhe një shpallje lufte ndaj SPAK-ut? Struktura e posaçme ka pësuar ndryshime. E para, drejtuesi i saj nuk është më zot Dumani, dhe e dyta, më në fund, mbas një periudhe kemi marrjen e detyrës nga zëvendësi i Byros Kombëtare të Hetimit, i cili bëhet kryetari BK-s, zoti Keta. Dhe në këto momente, patjetër që përballja do të jetë e kësaj strukture me krimin organizuar, me korrupsionin dhe me gjithë ato të cilët i kanë pjesë të asaj për cilë është krijuar.
Por edhe përballja me politikën ka qenë, nuk ka munguar. Kemi parë që gjatë kohës që drejtonte zoti Dumani, përplasjet dhe ofendimet dhe ato çfarë janë thënë drejtim tij, dhe kjo nuk ka munguar që më e moderuar dhe nga partia në pushtet apo qeverisja e vendit, kur her pas here mesazhet të koduara apo jo kanë shkuar drejt kësaj strukture, sikurse edhe aktualisht e kemi në rastin kur themi ato trimat e BKH-s, të cilët vinë me patlake në kryeministri. Pra këto presione nuk kanë munguar dhe do të vazhdojnë pavarësisht se kush do të jetë në drejtim, por mendoj që edhe pse drejtimi ndryshon, emra nuk do të ndryshojë në pritshmëri. Dhe ky lloj presioni ndaj kësajt do të vijë të kushtuar aq më tepër kur prekja apo jo e kryeministit, e zëvendës kryeministës, është një nga personat më bashkëpunëtor, më e afërt e kryeministit të vendit, është personi që në rolin e kryeministës, por jo vetëm, ministrit që ajo mban në linjë janë niveli më i rëndësishëm, duke filluar që nga deti, duke filluar që nga burimet minerare, që nga rrugët, që nga infrastruktura. Pra është ministria që ka portofoli më të madh të peshës ekonomike dhe të inerëncisë së drejtimit të vendit. Zoti Softa, besoni që kryeministri ka qenë në dieni të një mase pra të kërkesës së heqjes së imunitetit ndaj Belinda Ballukut, që pati atë reagim ndaj oficerëve të BK-s? Besoj që po. Zoti Rama ka jo vetëm informacionin, por ka edhe grupin e këshilltarëve, ka gjitha infrastrukturën e nevojshme që të ketë mundësi të bëjë dhe ekspertizën dhe të ketë dhe të pritshmërinë. Asnjëherë nuk besoj se kryeministri i vendit mund ta gjesh në befasi për shkak të pozicionit, po dhe për shkak të eksperiencës që ka. Në shumë panele, ekspertë të ndryshëm të fushave kryesisht të juridikut, prokuror, ish prokuror kryesisht, ish gjyqtar apo avokat, kanë parashikuar që spaku mbas kësaj kërkese për pezullim me anë vendimit gjykatës GKK-s, mundësia është që të rrëzohet, por spaku është i përgatitur që të kërkojë Parlamenti Shqiptar heqjen e imunitetit. Pra e thënë kaq shumë herë publikisht, në shumë panele dhe në shumë media, patjetër që edhe një pritshmëri e tillë nga kryeministri i vendit duhet të ishte edhe vetë zonja Balluku, që spaku mbas kësaj do të kërkonte një revansh sipas politikës, por një hap juridik sipas strukturës që kërkon heqjen e imunitetit për të vazhduar, e para për të mos lejuar prishjen e provave, e dyta për të vazhduar thellimin e hetimit që do të vinte pas heqjes së imunitetit, ai që thamë kontrolli i zyrës, i kompjuterëve dhe pajisjeve tjera, ku nërmjet atyre, nëse ato arrin të gjendën dhe të merren, mund të rikthehen shumë dhëna me interes për hetimin. Zoti Softa, çfarë ndodh nëse kuvendi nuk i heq imunitetin Belinda Ballukut? A mundet që spaku ta çoqësh në gjykatë kushtetuese apo ngelet këtu? Mendoj që po. Betejë ligjore do të vazhdojë midis strukturave, pra midis qeverisës në rastin konkret për zonjën Balluku, dhe me sa duket në vit parë dhe në vetë të parë nga kryeministri i vendit, dhe vetë strukturës për ndjekur procedurat. Por edhe nëse nuk do të shkojë, kjo nuk do të thotë se çështja ka pushuar, përkundërse ajo do të vazhdojë në mbledhjen e provave, në sekuestrimin e pasurive, në sekuestrimin e llogarive bankare, nëse ka informacione, sepse kjo nuk e pengon për imunitetin, dhe mendoj që mund të nxjerrë prova të reja, por mund të bëjë edhe një pjesë publike për ta rënduar dhe për të krijuar atë që quhet presion publik, por dhe presion ndërkombëtar, sepse të drejtosh qeverisjen e vendit me një zëvendës kryeministre që ka një mandat arresti apo një kërkesë për arrestim, patjetër që është e rëndë në një qeverisje të vendit ku hapat drejt Bashkimit Evropian janë të përshpejtuara dhe Shqipëria ka bërë shumë progres, dhe kjo mund të ndikojë ndoshta në vendimarrje apo në veto të një vendi të Bashkimit Evropian që janë të ndjeshëm ndaj politikave dhe fakteve të tilla, aq më tepër kur demokracia nuk është bashkëpunuese, po themi në heqjen e mandatit, nuk do të thotë automatikisht të përgjegjësi, por mund të vetë pastrohet, të mbrohet, dhe patjetër mund të rikthehet në detyrë. Raste të tilla, heqja e mandatit dhe rikthimi i mandatit, por në një vendim gjykate ka ndodhur. Nuk mungojnë raste të tilla. Ose mund të jetë një lëvizje e dytë ndoshta, një rikompozim i qeverisë së vendit, pra një heqje, dhe duke e lënë atë përsëri me mandat, pa e dorëzuar si rasti i Xhashkës,
e cila është një procedurë e gjatë që do të shkojë në Venecia për Komisionin e Venecia për të kërkuar interpretive, dhe do të jetë vërtet e gjatë, por ndërkohë të paktën nuk mban barrën e një personi ku kërkohet heqja e imunitetit pikërisht sepse është zëvendës kryeministër, dhe jo thjesht një deputete. Zoti Softa, besoni që dërgimi i kërkesës në kuvent nga ana e SPAK-ut ishte një lëvizje taktike SPAK-ut, duke pasur parasysh që në Këshillin e Mandateve do të kemi dhe një përballje mes prokurorëve dhe deputetëve, të cilët janë të antarë të Këshillit Mandateve, dhe ndoshta aty mund të vendosen prova të cilët për publikun ndoshta janë të pa pra janë shumë të rëndësishme dhe nuk munde që pastaj deputetët e Partisë Socialiste të votojnë kundër kësaj kërkese. Pra e shihni si një lëvizje taktike? Lëvizja jo si taktike, por është taktike. Është qartësi e mirë menduar, sepse edhe ata kur e kanë bërë këtë kërkesë kanë qenë të ditur, të kanë qenë koshient që nuk do të pranohej nga gjykata kushtetuese. Ne kemi rastin e një kryetari komisionit të prokurimeve, zotin Mysdyri në kryeministri, kur po me vendim gjykate u pezullua nga detyra, dhe po me vendim gjykate mbas ankimimit ju hoq masa e pezullimit dhe u rikthye në detyrë. Pra, një rast vërtet të ngjashëm, po jo të njëjtë, sepse ai nuk kishte imunitet, është një punonjës i zakonshëm, punonjës i administratës, sigurisht ka statusin e punonjësit të administratës, por nuk është deputet dhe nuk është antar i qeverisë së vendit, pra në nivelin e ministrit dhe zëvendës kryeministës. Kështu që një pritshmëri e tillë ishte dhe është, dhe ky do të jetë një model që do të ndodh sa herë që të ketë masa të tilla ndaj kujdo që ka një imunitet caktuar. Kështu që kjo lloj taktike, po e quajmë që faza e dytë e përgatitur, pritesh dhe ishte e pritshme, patjetër që do të shohë që në Komisionin e Mandateve mund të ekspozohen me dyert mbyllura prova bindëse për ata persona të cilët do të marrin vendimin. Sigurisht vendimet nuk do të vinë në bazën e provave që ka struktura, do vinë vendime janë politike, dhe aq më tepër paralajmërimi i kryeministit të vendit që tha un kam 83 vota, pra do të vinë në parlament për të shprehur dhe për të marrë vendimin aty ku merret vendimi final që po ose jo, dhe kjo mund t'i japë të drejtë përsëri strukturës të shkojë në gjykatë kushtetuese për ta interpretuar dhe për të kërkuar si një mas të dytë, duke thënë që në rastin e parë, okay, i dha të drejtë, por në rastin e dytë, a do t'i jap të drejtë, gjë që pastaj mund të shkojë dhe të interpretohet edhe nga Komisioni i Venecias. Zoti Softa, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësi dhe për mua.